Pogradeci barazoi serin gjysmëfinale të play-offit në volejbollin për femra pasi mposhti Skënderbeun me rezultatin 3-2 në një ndeshje shumë të bukur dhe dramatike të zhvilluar në pallatin e sportit të Pogradecit. Dueli i dytë gjysmëfinal ishte një betejë vërtet sportive, ku të 5 setet u luftuan deri në pikën e fundit. Setet përfunduan me rezultatet 25-23, 24-26, 26-24, 23-25 dhe 15-13, duke dhënë vendasve fitoren e shumë kërkuar për të barazuar në këtë mënyrë serinë në 1-1. Trajneri i Pogradecit Besnik Glisha e konsideroi këtë përballje si një finale të parakohshme për intensitetin dhe emocionet që prodhoi. Kjo është në ndeshjet më spektakolare që kam qenë ndonjëherë. Ndjen shumë keq se është një gjysmëfinale. Duke si me kanë një finale e vërtet. A mund shkojnë finale Pogradeci? Na po ja funcionojmë. Këtu nuk ka asnjë shet, nuk ka dorca, na vdim me fitu. Çdo ndeshje vdim me fitu. As ma fjalë, ka me kanë një luftë e vërtet edhe atje. Ndeshja e tretë e vendimtare do të luhet të mërkurën në pallatin e sportit Tamara Nikola në Korçë në orën 17.